Nuk të fal gjakun e djalit, nëna e Santiago Malcos përplaset me Leonard Dukën, bosi klani Duka mohon të ketë përdorur Sky ACC. Është mbajtur në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar seanca gjyqësore për vrasjen e ish policit Santiago Malco, ngjarje ndodhur në gusht të vitit 2019 në zonën e Xhamllikut në Tiranë. Të pandehur në këtë proces janë Leonard Duka, kreu i klanit Duka, Erlis Duka, Fatmir Hyseni, Aleksandr Maxhaku dhe Oltian Loga. Në këtë seancë pritet të dëshmonte babai Leonard Dukës, i cili nuk u paraqit për shkak të gjendjes shëndetësore. Për Muhamet Dukën, avokatja ka paraqitur raport mjekësor. Ndërkohë, Leonard Duka i është përgjigjur pyetjeve të avokates, ai ka mohuar që të ketë patur llogari në aplikacionin Sky ACC dhe gjithashtu ka mohuar të ketë folur me persona që kanë patur llogari në aplikacion. SPA ka sjell prova të reja në Sky ACC ku ka zbardhur komunikimet mes Leonard Dukës dhe Ervis Martinajt. Gjatë seancës pati dhe një moment tensioni. Nëna e Santiago Malcos përthen akuza duke thënë: "Sta fal gjakun e djalit kur do ta vras, më fute djali në dhe." Pas këtij momenti, nëna e Malcos është nxjerr jashtë sallës së gjyqit. Seanca u shty dhe gjykata urdhëroi përsëritjen e fletëthirrjes për Muhamet Dukën, baban e Leonard Dukës, që të paraqitet dhe të dëshmojë në seancën e radhës.